Një burrë i grujshën ka nisë më shku dikun, e të ka përcy ka do livadhe, po thot ai burri, tha po mire pasan kosit bre që të livadhe. Ajo gruja tha, jo bre njeri, tha e pasan pre me gërshon. Po çfarë gërshon shmër, po e kanë kosit t'ja peshe. Jo, me gërshon ko ka pri. Qashtu të shty, po ajo e kish ngri kryt, ka tjenë të ke kanë pre me gërshon. Pa i bre gru livadhi kositet me kos, po ku ki pati me gërshon. Unë po të thamë me gërshon. Edhe qashtu të shty në fjallë, u teshen aty një urë, të një pru edhe në për urë qashtu edhe jo me gërshon, jo anej, ti edhe burit ju bo tepër, i kcej ka skon dikur të shtyë grunët e gjujt i nuj. Ata i shkon uj ko gjaj madh aty të fsheu grunët e poshtë. Ky po këqyr, ajo gruja, sa her e qitë ke ujt, vala që qitë ke nalt, ju qaj ke durët kështu, gishtat, që dëmbek, livadhi është i prem me gërshon. Ky edhe dula në e ure burri, e përshkon për pjetë. Ka proni, u tesh njonin, tha, tha, qka je të lyp, tha knej. Tha, tha, më ka ra, tha, gruja nuj, tha, kesh të këqyr. Tha, mërë burë, në pashtra, tha, gruja nuj, tha, ujtë të qënë, tha, të poshtë, tha, jo për pjetë. Valaj, tha, krejt gratë në qoftë ujtë të poshtë, tha, qatë të temen e qënë për pjetë.